Përshëndetje miq, ju uroj mirëseardhjen në episodin e dytë të podcastit tonë. Atë radhën e parë nuk I kishim vendosur akoma emër podcastit, tashmë është I pagëzuar. Podcastin kemi vendosur ta quajmë Truth Laboratory, ose shkurt Truth Lab, laboratori të vërtetës. Sot jam përsëri në shoqërinë e Dvjolit dhe Adriatikut. Sot do diskutojmë dy tema. Tema e parë është e vërteta si koncept dhe tema e dytë është opozita. Opozita në Shqipëri. Do me thënë, tema kryesore është pse opozita në Shqipëri nuk bën dot opozit. Atëherë, për temën e parë që do nisim ta diskutojmë për të vërtetën. Do ta trajtojmë në shumë aspekte të ndryshme të vërtetën si koncept. Çfarë është e vërteta? Është diçka që e zbulojmë apo është diçka që e krijojmë? Ekziston si fakt apo është interpretim që ndryshon sipas kohës, sipas kulturës, sipas emocioneve, sipas interesave tona. Në këtë botë që jetojmë sot, çdo njeri ka versionin e tij të realitetit. Dhe ne sot do afrohemi te kjo qartësi. Atëherë, po nis me ty, doktor. Po. Çfarë është e vërteta? Tani shpjegimet në narrativën zyrtare, domethënë narrativën zyrtare janë ato shpjegime që njihen botërisht, situash dhe njihen zyrtarisht. Rryma filozofike, këndvështrime, rryma ideologjike që shpjegojnë çfarë është e vërteta. Dhe në këtë aspekt janë 5 të vërteta, 4 të vërteta themelore, që unë I kam mbajtur shënim. Është e vërteta e korrespondencës, correspondence truth, thotë që është një marrëveshje midis një fakti objektiv dhe një përkufizimi. Për shembull, ne themi dielli është 150 milion kilometra larg, rafërsisht. Tani, ky është një fakt objektiv. Flas për ata që besojnë tek toka e rrumbullak dhe tek kozmosi, se ata që besojnë tek toka e sheshtë është tjetër gjë pastaj. Kanë tjetër këndvështrim. Dhe ky është një fakt objektiv, pra distanca e diellit që është në një distancë të tillë objektivisht, kjo është objektive, por për kufizimin e bëjmë ne njerëzit. Pra, po themi një specie tjetër inteligjente, qofse do ekzistonte apo një civilizim tjetër, mund mos e quante kilometër, mund mos e quante milion kilometër, mund të thoshte për shembull që është diçka tjetër, një shifër tjetër për shembull. Edhe për kufizimin e bëjmë ne faktikisht objektiv. Pra e vërteta korrespondente është ndërlidhja midis një fakti objektiv dhe një përkufizimi që ne bëjmë si qenie njerëzore dhe që kemi rënë dakord domethënë për atë. E thënë ndryshe, një pohim është e vërtetë nëse përputhet me realitetin, domethënë me këto fakte që ne në këtë këndvështrim që po e shpjegoj unë, nuk është thjesht nëse përputhet me realitetin, po është domethënë quhet e vërtet korrespondente, pra që korrespondon fakti objektiv me narrativën që kanë njerëzit për atë fakt objektiv. Sepse narrativa është subjektive, si thua, pra është e atij civilizimi që e ngre atë narrativ, ndërsa fakti është objektiv. Por mënyra se si ne e masim faktin është këndvështrimi jon si civilizim që e shikojmë në atë mënyrë. Pra, për shembull, njësit mace ka ndryshuar, njësit qoftë distancave, qoftë peshave, kanë ndryshuar gjatë kohërave, gjatë civilizimeve, gjatë shteteve të ndryshme. Supozoj tani kemi dylymin e hektarin, më parë kemi pas dretenin, kemi pasur në Amerikë janë akrat, e kështu me radhë, domethënë. Pra, ka njësi mace të ndryshme. Këto njësit mace, sipas taj të vërtetës korrespondente, quhen quhen narrativ subjektive e atij që kryen narrativën, ndërsa fakti është objektiv. Kjo është e vërteta korrespondente. Pastaj është e vërteta koherente që quhet, që është si thua, sa koherencë ka brenda një sistemi.
sa koherencë kanë të vërtetat brenda një sistemi, sa konsistencë kanë, pra sa të ndërlidhura janë dhe që të mos bien në kontradikt me njëra tjetrën. Po. Për shembull një teori matematike. Po, Mund të jetë një teori matematike ose për shembull brenda të themi të drejtës si ligj, në aspektin ligjor, ligjet nuk mund të bien në kundërshtim me njëri tjetrin brenda të njëjtës shoqëri. po. Pra duhet të ketë një koherencë, një konsistencë të këtyre ligjeve dhe brenda këtij sistemi. Dhe kjo quhet e vërtet koherente. E treta është e vërteta pragmatike, pra e vërteta pragmatike praktikisht është ajo që funksionon në praktik, pra ajo që punon në praktik. Domethënë diçka funksionon dhe ne e përkufizojmë atë dhe ajo quhet e vërtetë. Edhe fundit është e vërteta konstruktiviste, domethënë e ndërtuar ose e vërteta sociale, pra është e vërteta që shoqëria në mënyrë kolektive e pranon si të vërtetë. Po. Pra, Ka ka rënë dakord, ajo mund të jetë dhe fallso nga ana objektive, po ka rënë dakord shoqëria dhe për sa kohë ka rënë dakord, Mund të ketë bëj për shumë me traditat morale, me po patjetër, edhe me këto, po në përgjithësi domethënë është një e vërtetë e pranuar shoqërisht. po. Në e vërtetë që një shoqëri e ka pranuar e quan të vërtetë atë, nuk Mund të themi që është një kompromis kolektiv i bazuar në subjektive. Apo jo? jo plotësisht, sepse mund të rastisë që të jetë edhe i bazuar mbi objektive. Kupton, mund të jetë i bazuar mbi subjektive, mund të jetë i bazuar edhe mbi objektive. Varet për çfarë të vërtetë konkrete flasim, por që kjo quhet, domethënë kjo e fundit quhet e vërtet e ndërtuar pra nga shoqëria. Ne e kuptoj. Që bie dakord shoqëria, mund të përputhet me fakte objektive ose mund mos përputhet. Por ajo shoqëri, pavarësisht përputhet apo jo, ajo shoqëri e quan të vërtetë atë. Po. Këto janë 4 llojet e të vërtetave në një aspekt, domethënë sipas këtij kategorizimi. Pastaj ajo që më pëlqen mua më shumë është ndarja radikale në të vërteta objektive dhe të vërteta subjektive. Mua kjo më pëlqen më shumë nga të gjitha. Po, Jam mund i të- fokusuar te kjo në filozofinë time. Na i shtjello. Jam i fokusuar te kjo sepse ka diçka, realiteti është Më ai fal, që konkretisht e vërteta objektive dhe e vërteta subjektive apo kanë një ndarje të këtyre sipas konceptit tënd? jo, nuk është problemi tek pjesa që kanë ndarje apo jo, po domethënë është një tjetër lloj kategorizimi ky. Ah, Se si këto kategorizimet që kanalizimi, e para që bëra 4 kategorizimet janë një lloj kategorizimi, ka shumë lloje të tilla. Dhe mua më tepër më pëlqen thjesht të diskutoj a është e vërteta subjektive apo është objektive. Pra, çdo të thotë e vërtet subjektive dhe objektive. E vërtet objektive është ajo e vërtet që përputhet, pra një informacioni që përputhet me realitetin objektiv. Po. Pra kemi një realitet, bota ku ne jetojmë është reale. Po. Ka dhe teori që thonë është simulim, po gjithsesi edhe nëse është simulim, prapë ky simulim është real për ne. Po, se po Po, Për të gjithë ne që po jetojmë, domethënë është real. Pra ka një gjendje objektiviteti realiteti. Është objektive do thotë përtej asaj që mendoj unë, mendon ti, mendon ai, përtej asaj që mendojnë. Pra diçka që ekziston përtej mendimeve, bindjeve ose dëshirave të Ndjenjave, subjekteve të caktuara. Kjo Po. quhet objektive. Dhe përderisa realiteti është objektiv dhe ky realitet ka informacion, pra çdo gjë e realitetit ka një informacion të caktuar. Për shembull, po themi ky libri ka kaq faqe, ky libri ka kaq faqe të tjera. Ai xhupi është i zi apo nuk e di, kjo bluza është e bardhë, më kupton? Këto janë informacione. Pra çdo gjë e realitetit ku ne jetojmë ka një informacion të caktuar. Po. E vërteta objektive është ai informacion që përputhet plotësisht me të vërtetën, me gjendjen reale të realitetit. Me gjendje faktike. Me gjendjen faktike reale të realitetit objektiv. Kjo është e vërteta objektive. Ndërsa e vërteta subjektive është e vërtetë e perceptuar nga një subjekt, nga një person ose nga një grup. Nga një përjetim që mund të Është përjetim, mund të jetë emocional, mund të jetë
mund të jetë do me thënë keq, Shqetësor për shembull. po shqetësor, do me thënë për shembull keq interpretim shqetësash. Po themi, kur je i deur i shikon ndryshe gjërat ose kur je në gjendje shoku i shikon ndryshe nga kur je normal. Po pse duhet të marri parashtesën e vërtet, për shembull, ajo subjektive, se për shembull të do të jetë vërtet subjektive, se mos ta quajmë iluzion. Po sepse Po është jo, perceptimi i atij njeriu, për shembull, Ose perceptimi i gabuar. Po duhet ta marri parashtesën e vërtet. jo, duhet ta marr sepse shiko, ka dhe gjëra që nuk janë iluzion. Janë reale, për shembull ti thua mua më pëlqen muzika jazz. Kjo është një vërtet subjektive. Kjo nuk ka lidhje me iluzionin. Është një konstatim i joti ose imi. Për ty është e vërtetë. Mua më pëlqen kjo muzikë, ty të pëlqen një muzikë tjetër. Pra kjo është një gjendje, edhe pse është e vërtet subjektive, është reale, më kupton? Po reale është, po sepse është ndjenja jote, është dëshira, gustoja jote që ty kjo muzikë pëlqen. Dhe kjo quhet e vërtet subjektive. Kuptohet që brenda të vërtetat subjektive më së shumti kanë rrezik që të mbartin iluzion brenda. Iluzion, deluzion. Por jo gjithmonë, sepse ndonjëherë është thjesht çështje perceptimi, si thua. Për shembull, ty të duket diçka e bukur, mua më duket e shëmtuar. Këto janë të vërtetat tona subjektive, por janë reale nga ana objektive. Pra, e vërteta objektive është që ty të pëlqen mali të duket i bukur, mua më duket e bukur fusha, mali më duket i shëmtuar. Po kjo është çështje perceptimi. Po perceptim, po është e vërteta subjektive jote, pra nuk mund ta kundërshtoj të them që jo se mali nuk është i bukur. Por unë them mali për mua është i shëmtuar, ti thua për mua është i bukur. E njëjta gjë siç edhe muzika mund të jetë një ushqim. Atëherë të dyja janë të vërteta, sepse e vërtetë është që unë nuk po gënjej, mua më duket i shëmtuar, për shembull, apo nuk e di, i rrezikshëm, ty të duket i bukur, i sigurt. Domethënë ty të ngjall ndjenja sigurie, mua më ngjall ndjenja pa sigurie. Pse? Sepse janë perceptime personale, pra varet si është ndërtuar ajo bota jote mendimore, mentaliteti jot, varet si është ndërtuar mendja jote, nuk ka lidhje kjo me iluzionin. Dhe nëse do bëjmë dakord për shembull që ta quajmë të vërtet subjektive, do i quajmë të vërtet subjektive vetëm për atë personin, për shembull. Mund të ketë edhe më subjektive është që kur thuhet subjektive është e lidhur me subjektin që e mendon. Pra subjekt quhet çdo person. Pra, domethënë personi që e mendon ka këtë të vërtetë. Ose një grup personash. Tani unë e kuptoj, ti do thuash që ku dalim te pjesa e rrezikshme. Kuptohet, te pjesa e rrezikshme dalim për shembull kur perceptimet ose shqisat, ato ndjenjat tona shqisore, po dhe emocionet tona, ne i duam t'i bëjmë aq të forta sa të sfidojnë realitetin objektiv dhe të vërtetën objektive të hedhim poshtë dhe të bëjmë të vërtetën tonë subjektive sigurisht e vërtetë objektive. Kjo është e rrezikshme, patjetër. Për shembull, të gjitha diktaturat ose kur kanë ndikime politike, këtë do të thojë. Të gjitha diktaturat në botë janë ngritur mbi pasionet ose mbi perceptimet e shtrëmbëruara të turmave të mëdha që kanë pasur perceptimin subjektiv i është dukur e vërtet atyre. Sikur ai personi që është ai demagogu apo diktatori, është një person që sjell të mira në shoqëri, që sjell përparim, por në fakt ka rezultuar e kundërta kur është vënë në provë personi. Por këtyre turmave ju është dukur si e mirë. Kupton? Domethënë këtu është çasti kur e vërteta subjektive nuk është më thjesht çështje gustoja apo dëshire, por është çështje që ngatrohet me realitetin objektiv. Pra ne nuk duhet që, prandaj e thash është tema ime e preferuar kjo, nuk duhet që për atër të dëshirave tona të mohojmë realitetin objektiv, sepse pastaj na vjen një dëm në mbrapa. Na vjen një shkatrim. Për interesat të caktuara të një personi apo një grup personash, jo s'është vetëm interes, po ndonjëherë është dhe thjesht perceptimi i gabuar. Për shembull, mund të jetë interes në kuptimin që njeriu e kupton që e ka gabim, por këmbgul që kjo është e vërteta ime dhe unë e kam mirë, pikërisht për shkak se mund të ketë disa interesa nga mbrapa që ai nuk i deklaron. Do t'i mbuloj ato dhe thjesht do të krijoj bindjen që jo se kjo është e dura, kjo është e sakta. Edhe për këtë arsye këmbgul që atë të vërtetën që prodhon ai, pra të vërtetën subjektive të tij
ta imponoj si të vërtet objektive. Po. Po realiteti është kokë fort. Për shembull, nëse marrim gjithmonë, më pëlqejnë këto shembuj mua me këto udhëtimet. Jemi në një avion edhe po fluturojmë, edhe ngrihet një nga këta piloti është ai që njeh realitetin objektiv të fluturimit, sepse e njeh në mënyrë shkencore. Ai dita Një rregullat, një mjet. dita përdor avionin, ditë njeh gjithë aparaturat, ditë bëjnë ndërlidhjen me kullën e komandimit të aeroportit ose të aeroporteve, ditë njeh detajet e errës të qiellit, të motit, ditë njeh gjendjen psikologjike ose E zotron ai situatën. teknike të ekuipazhit të tij, ndihmës di që të kuptoj se çfarë mendon do me thënë turma e pasagjerëve ose se çfarë mendojnë stewardesat e tjera e tjera. Ky i di këto sepse ky është përgatitur për këto, është trajnuar shkencërisht që t'i njoh këto. Po. T'i njoh shkencërisht dhe objektivisht. Tani ngrihet një nga ekuipazhi dhe i thot atij, supozojmë që e ka pushtetin shumë, i thot ditë të janë ashtu se s'diti. Se kam unë të vërtetën time, di unë si niset avioni. Dhe ai në të vërtetë nuk di asgjë. Po në botën e tij të brendshme atij mund t'i duket Është i bindur që sikur e di. po. Edhe merr drejtimin e avionit. Më thoni çfarë mendoni që do ndodh në këtë rast? Besoj se ditë Sa, jo, pyetja e parë është sa veta gjenden në avion, pastaj do të thoni Avioni çfarë do do të ndodh. kthehet në anije. Po. Muerte, Ose më fal në ndecë. vdekje. Pra, do me thënë këtu, ky është një shembull ndoshta pak themi i banalizuar për të dhënë këtë konceptimin që ose i thjeshtëzuar, jo i banalizuar, për të dhënë këtë konceptimin që e vërteta subjektive shpeshherë mund të bëhet e rrezikshme. Po. Sepse bota funksionon, bota e madhe, pra bota materiale në tokën tonë, planetin tonë, tu ku jetojmë ne, në habitatin tonë, në mjedisin tonë të përditshëm, qoftë bota kozmike përtej planetit tonë, ka rregullat e saj objektive, ligjësitë e saj objektive dhe që ti t'jesh i sigurt dhe të përparosh e të prosperosh në këtë botë objektive, në këtë realitet objektiv, je i detyruar, nuk është me zgjedhje, që nëse do të kesh sukses, je i detyruar që të njohësh ligjësitë objektive që administrojnë realitetin objektiv, botën. Dhe vetëm atëherë të jepet vistoja, si thua, të jepet leja që ti të vazhdosh dhe të përparosh në rrugën e suksesit në atë sektor ku ke zgjedhur të punosh. Ka disa metoda që do të thënë dhe përdoren për të zbuluar të vërtetën. Që kuptohet janë shumë fusha. Cilën të vërtet? Do të them objektiven të Po jo se përcaktuan çka dhe të ja vërtet që subjektive. Po jo pra sepse ka fusha për shembull e vërteta subjektive që gjendet në mendjen e njeriu ose në ndjenjat e njeriu. Edhe pse është subjektive, është pjesë e realitetit objektiv. Pra, çfarë do të thotë kjo? Për shembull, X person ka disa mendime ose disa ndjenja të caktuara. Ato janë ndjenjat e tij dhe mendimet e tij janë të vërtetat e tij subjektive. Por ky person është objektiv, jeton në realitetin objektiv dhe gjendja mendore e këtij është pjesë e këtij realiteti objektiv. Më kupton? Pra dhe ato të vërtetat e tij subjektive bëjnë pjesë të vërtetës objektive, që për shembull po të isha unë psikolog, po themi që do më duhet të adresoja çështjen e këtij personi, do të thosha ky person me emrin XY ka këto mendime, këto ndjenja në brendin e tij, edhe pse këto nuk përputhen me realitetin, ai ka këto. Pra gjendja që ai ka këto është objektive. Po. Edhe pse ato nuk përputhen me realitetin. Më kupton? Se janë përputhen. Po ja, për shembull të thoja një nga metodat, për shembull që është vëzhgimi drejt për drejt, për të njohur të vërtetën, për shembull, që është nëpërmjet shisave, që shikoj, dëgjoj, nuhas, shijoj. Po kjo është metoda më direkte, më e thjeshtë dhe më efikase. Po. Një nga mënyrat të zbuluar të vërtetën objektive, sidomos të jetës së përditshme. Po. Jo vetëm kaq, edhe në thelb edhe zbulimet e mëdha shumë të koklavitura shkencore, kjo është metoda bazike, domethënë duke bërë vëzhgimin e drejt për drejt nëpërmjet shisave. Po. Procesi që bën verifikimin. Vëzhgimi, nuhatja, prekja,
shija, janë ato që njeriu nëpërmjet këtyre arrin të komunikojë me realitetin. Po. Pra arrin të marrë informacion nga bota e jashtme, ta kaloj në botën e tij mendore, në psikikën e tij dhe pastaj ta përpunoj këtë informacion për të nxjerrë konkluzione të tjera. Po. Pra, janë ato metodat e induksionit dhe deduksionit, domethënë, që po gjithmonë nëpërmjet vëzhgimit të drejtë për drejtë nis. Pastaj ka edhe metoda të tjera. Po, për shembull që mund të jetë, dhe këtë do të thosha, mund të jetë për shembull një nga metodat është dhe dëshmia, për shembull se informimi, që marrim burimet nga historian, nga gazetar, nga media, për shembull, po jo gjithmonë janë të vërteta, domethënë jo gjithmonë janë burime të besueshme. Tu pastaj mund të hyjë te vërteta subjektive. Ti po flet për dijen se këtu futemi pak te tipari i epistemologjisë, që është, domethënë, ajo digi e filozofisë që merret me studimin e dijes, me natyrën e dijes. Pra kjo dije që the ti quhet dije deklarative. Që deklarative do thotë që është mundësia për ta shënuar diku. Nuk është thjesht vëzhgimi i realitet ose përjetim personal i personit që e ka atë dije, po mund të merret nga librat, nga kompjuterat, nga dëgjimi i historie, nga burimet tjera. Dhe kjo dije për cilët, domethënë është si thua, shpesh herë ose të shumë herëve është një dije që ti e merr të gatshme nga njerëz të tjerë. E kanë mbledhur njerëz të tjerë atë dhe ta transferojnë ty nëpërmjet metodologjive të ndryshme. Ta kalojnë ty. Kjo është dije deklarative. Kjo shpesh herë mund të jetë e saktë, shpesh herë mund të jetë e pasaktë. Po sa siguri kemi ne to dije që na jepet? Nga si mund t'i faktojmë? Mund t'i faktojmë me metodologji. Se vetë janë deklarative, domethënë dikush na i paraqet, dikush na i thot. Sa siguri kemi ne që i dëgjojmë? Siguria nuk është asnjëherë e plot. Për dije deklarative që janë që përcillen nga dikush tjetër. Asnjëherë nuk është e plot. Gjithmonë varet nga personi që personi që duhet i verifikojë këto dije. Po. Që duhet ta verifikojë. Ajo duhet pastaj ka metoda të ndryshme që ai të shikojë që kjo përputhet me të vërtetën apo jo. Për shembull, një nga gjërat, po themi një fushë ku ka shumë spekulime, është fusha e luftimit. Për shembull, luftimit trup me trup ose artet marciale të ndryshme që unë me qenë se kam një eksperiencë në këtë fushë si kickboksier. Edhe një titull. Po, kam marrë një medalje, jam deshur aty te Aslan Rusi, kam një eksperiencë si kickboksier, edhe me stërvitje shumë vjeçare. Para se të futesha në kickboks, që është një sport luftarak, do të thosha unë shumë efikas për vetëmbrojtje. Për vetëmbrojtje në luftë. Flasim gjithmonë për luftimin trup me trup, me duar, pa mjete të tjera. Se në momentin që aty hyn një shkop, një lev, një thik, mjet i ftohtë, apo një armë zjarri, apo një pepper spray, apo digjun, ndryshon shumë situata pastaj. Mund të hyjë në punë ajo dhe mund mos të hyjë në punë, po kjo pjesa e përgatitjes me arte marciale. Por para se të hyja në kickboks, unë kam studiuar Aikidon, kam studiuar Tai Chin, kam studiuar Judon, kam studiuar, domethënë flas për studime nëpërmjet leximit të librave dhe nëpërmjet ndjekjes materialeve të ndryshme, duke qenë pra një person shumë i interesuar për artet e luftimit. Jam munduar gjithmonë që të studioj dhe të mbledh informacion, duke biseduar me trajner, me mjeshtra të fushave të ndryshme, po dhe duke u stërvitur. Për shembull, jam stërvitur rreth një vit rafërsisht në taekwondo, kam qenë 18 vjeç. Kam studiuar karaten, aikidon, edhe po në taekwondo jam stërvitur në mënyrë, themi, profesionale. Me ekipin e taekwondos të Tiranës. Jo, si ishte i Tiranës, te Universiteti i Sporteve. Aty tek e kjo për asyshte, kur kalon inxhinierin e ndërtimit pak në tutje.
bënin këta klubi mundjes Partizani, bën stërvitje aty, edhe ishte përparim Ferruni, profesor, ka qenë profesor peshngritje me sa dim, edhe ishte edhe profesor taekwondo, edhe po ata djemë që kishte ishin shumë përgatitur. Skuadra ishte gjitha me djemë, me sa mbaj mend, mos gabojmë, edhe ishin shumë përgatitur. Ti ndeshi vetëm një ke prapë? Unë ndeshje kam bërë në kickbox, jo në taekwondo. Në taekwondo jam stërvitur. Po, për shembull, më ka ndodhur që në situata vetëmbrojtje reale ose konflikt real në rrugë, të themi shumë pak më efikase është treguar taekwondoja. Flas nga eksperjenca ime personale. Situata ndryshoi drastikisht që në momentin që mora trajnim në kickbox, sepse kickboxi është shumë herë më real dhe praktik, nuk ka lëvizje të tepruara akrobacira, po goditjet që i ka brutale dhe shkatruese, domethënë me efekt të menjëhershëm. Edhe është shumë efektiv në rrugë. Po jo se mjafton vetëm kickboxi, se duhet kombinuar, është striking, duhet kombinuar me grappling, me mundje, judo, jiu-jitsu. Domethënë ndonjë seri luftimin me duar kickboxi e ka si boksi, pastaj ka dhe këmbët që ku futen metodat e karates, taekwondos e tjera, po është kombinimi i këtyre, i boksit me karaten me taekwondo. Edhe që mos dalim nga tema se... Se këtë do të thosha që ta lidhje me... Po, që ta lidhja pra perceptimi shumë njerëz, sipas studimeve që kam lexuar unë, shumë njerëz e kanë më të lartë se ç'duhet perceptimin që kanë për aftësitë e tyre luftarake në përplasje reale. Pra sidomos meshkujt, djemt, burrat mendojnë që janë të aftë në luftim, trup me trup, por realiteti tregon komplet të kundërtën. Sa herë që janë bërë eksperimente në këtë fushë, ka treguar që janë goxha më poshtë se sa që mendojnë realisht. Këta të pastërvitur. Një, e para. E dyta, shumë nga artet marciale, se këtu doja të flisja në lidhje me temën e të vërtetës, shumë nga artet marciale, pra kur futesh në një art marcial, se unë kam këtë njohuri nga që kam lëvizur në për këto doxhot e këtyre, në për këto sallat e stërvitjes të ndryshme, nga taekwondoja te karateja, nga karateja te aikidoja, nga ajo te kjo, nga boksi te mundja, nga mundja te kickboxi me radhë. Domethënë kam dhe eksperienca të shkurtra janë kryesisht, trajnimin serioz real unë e kam në taekwondo edhe më shumë në kickbox. Edhe këta kanë për të gjithë kur shkon atje këta glorifikojnë në maksimum artin e tyre marcial. Ky art marcial është efikas për mbrojtje në rrugë si një person me background relativisht fort, mbi mesatare në përplasjet në jetën reale. Theme kompetencë shumica e këtyre arteve marciale janë iluzion. Domethënë janë ajo kategoria që quhet bullshit. Në këto keni parë shpesh për thotë bullshit master. Një mjeshtri bullshitos shkatërrohet për shembull nga një ose si themi në shqiptar sportist i MMA kinezërira. Jo, mirë, të mos kickboxing se jo e ke gabim aty sepse realisht kinezët kanë, njerëzit mendojnë që quhet kung fu, po në fakt quhet wushu, sepse kung fu nuk është arti marcial, është çdo lloj teknike që ti e çon në përsosje, domethënë aftësia për që ti dhe kur ti gatuan kinezët e quajnë si është kung fuja jote, për shembull në gatim. Si cilësi do. Si tip arti, cili është arti jot? Domethënë është ekspertiza jote në atë fushë. Sa eksperti e bën në atë fushë. Kjo quhet kung fu. Ndërsa arti real marcial quhet wushu kryesisht. Pse di ato, në rrugë. Po, vetëm se e përdorin shumë kung fu në lidhje me wushun edhe është ngel si transmetuar. Dhe nga kinezët domethënë janë vërtet mjeshtra në luftim. Pavarësisht se disa nga ato duken se nga që filmat kinezë kanë ato fluturimet e gjata kështu, po
Edhe mendohet që edhe karateja japoneze është një derivat i kung fu i wushus kineze, domethënë. Edhe karateja është goxha më praktike dhe pastaj karateja ka krijuar bazamentin për krijimin e kickboxit, si luftimi ku është kombinuar me boksin, në pjesën e sipërme të trupit, edhe është kickboxi është shumë efikas, ose edhe me Muay Thai-n e Tajlandës. Kështu që të mos i bezdisim kinezët, mos i bezdisim kinezët, po. Ore, dëgjoj. Në gjë. Po te perceptimi, iluzionet i kanë, këtu është një fushë që nga që duhet përballje reale, bien me njerë poshtë iluzionet. Pra, po të shikosh përballen këta mjeshtrat e bullshit me një sportist MMA ose me një kickboksier, me një boksier, janë me njerë të shkatruar në mënyrë të pa, domethënë, të pa diskutueshme. Shkatrim, absolut. Pa ndjenja. Me njerë, 30 sekonda, 1 minutë është e shumta. Unë kam shumë respekt për kickboxing, fakt edhe mendoj se është dhe më lartë se boksi. Nuk e di pse. Se nga që përdor dhe këmbët, është nuk e di, është më mirë. Jo, nuk ka lidhje ti krahasosh. Boksi është për mendimin tim, boksi është arti më suprem luftarak me duar. Kickboxi duart i ka si boksi. Thjesht ka dhe këmbë. Ka dhe këmbë, atëherë. Domethënë është nuk mund ta krahasojmë se është ka dhe këmbë. Është si për shembull kickboxerit që ka duar, ka dhe këmbë, ti japësh dhe një shkop, ti thuash përdor dhe këtë. Këtu nuk quhet më luftimi. Pra boksi është për duart, është superior. Nga të gjitha artet e luftimit, me sa e njoh unë, është efikas i menjëhershëm, shkatrimtar dhe zero iluzione. I ka të gjitha veprimet i ka që të bëj efektin maksimal me shpenzimin më të vogël të energjisë në kohën më të shkurtër dhe duke pasur mbrojtjen më optimal, ai që e kryen sulmin. Kjo është e vërtet objektive apo subjektive? Tash ka lidhje me temën. Kjo është e vërtet objektive, edhe për këtë dal garant. Boksi për duart është arti më superior në luftim. Ndërsa shumë njerëz pikërisht, ta lidhim me të vërtetën, shumë njerëz mendojnë që ka të tjera, po realiteti tregon të kundërtën. Prandaj e vërteta objektive ka shumë rëndësi. Do të thënë nuk duhet të bazohemi tek e vërteta subjektive për të ndërtuar jetën tonë në realitetin objektiv të botës ku jetojmë, sepse pastaj një ditë të bukur mund na shkatërrojnë iluzionet dhe gjithë jeta jonë të pësoj kolaps pikërisht se ne kemi ndjekur ndjenjat, emocionet ose perceptimet tona të gabuara dhe vjen një moment që ajo themi grushti i hekur i realitetit objektiv të shkërmoj të gjitha ato edhe të bën të pësosh kolaps. Pastaj të duhet që nëse ta ka lënë shansin e gërësia e realitetit objektiv dhe nuk të ka shkatruar fare, të duhet që ose do rimbledhësh veten të ta nisësh nga e para sipas mësimeve që ka dhënë ky realiteti objektiv dhe kjo e vërtet objektive, ose thjesht nuk e ke shansin më sepse mund të kesh vdekur apo mund të kesh shkatruar në mënyrë përfundimtare. Këtu hyn pastaj te ajo që themi e vërtet, domethënë roli të vërtetës në jetën e individit. Domethënë se cili është roli të vërtetës që shikohet për shkak të kjo shtesë, qoftë si një udhërfyes në jetë, domethënë çfarë roli ka e vërteta te një person, ose te rritja e dijes dhe e vetdijes për shembull, që te pjesa prapë për të mos bërë gabime, për të zhvilluar. E vërteta ka rol vendimtar. Po. Se sa në përputhje me të vërtetën objektive të këtij realitetit objektiv ka lidhje direkte me suksesin tënd. Me cilësinë e jetës. Me cilësinë e jetës, me prosperitetin, me suksesin tënd në jetë. Po. Qofse ti jeton në iluzione dhe je duke bërë veprimet, domethënë ke mendimet iluzive, ke ato të vërtetat e tua subjektive ikin kundër të vërtetës objektive që ka ky realiteti ku ti jeton, ti në fakt je duke dëmtuar veten dhe herë ta vonë do ta psosh nga kjo gjë, do ta psosh në varësi të shkeljes që bën, aq rënd do ta psosh. Nëse shkelja është e lehtë, do ta psosh lehtë. Nëse shkelja është e mesme, të mesme. Nëse shkelja është e rënd, do ta psosh rënd. Dhe domethënë e vërteta ka rol vendimtar të padiskutueshëm, se sa ne jemi të aftë të perceptojmë të vërtetën objektive dhe ta kthejmë këtë të vërtetë objektive në një ori praktike për zhvillimin e jetës tonë, kjo ka lidhje direkte, është pra si një formulë matematikore me nivelin e suksesit tonë në jetë. Po.
është e pa diskutueshme. Prandaj njerëzit e fortë ja na shkalojnë anën ndjesore emocionale dhe njohin realitetin ashtu siç është dhe ndërtojnë jetën e tyre duke përdorur praktika që përputhen me të vërtetën objektive dhe me realitetin objektiv. Ata të dobtit ngelen pre emocioneve, perceptimeve të gabuara, ndjesive të tyre, domethënë edhe nuk ndërtojnë dot praktikat e dura, edhe kështu bën humbës në jetë, bën dështak. Por këtu ka edhe një të themi një kleçk ose një sekret, sepse njerëzit më të fortë në fakt janë ata njerëz që e ruajnë subjektivitetin e tyre të brendshëm, por e përshtasin atë me anën objektive. Pra, të themi... Më të ruajnë mendimet e tyre, si thosh? Jo mendimet e tyre. Pra, ti mund t'jesh njeri për shembull që ke një konstruksion caktuar karakterial ose emocional, ndjesor, psikologjik nga brenda. Edhe për shembull ti mund t'jesh njeri që nuk të pëlqen dhuna, që të pëlqen të shikosh gjërat e bukura të jetës, të jesh optimist në jetë, të duash njerëzit e tjerë, të duan njerëzit e tjerë. Brenda vetes ti mund të jesh njeri i tillë. Ky lloj njeriu, po. Sepse mund mos jesh dhe i tillë, ka shumë njerëz që nuk janë kështu. E kundërt Ka njerëz që janë vetë nga natyra, janë më të ftohtë, më të egër, më brutal, më indiferent. Po. Ka dhe njerëz që janë romantik, janë emocional, duan të kenë afeksionin e njerëzve të tjerë, duan të falin dashuri dhe të marrin dashuri. Por në qoftë se ti jeton në një ambient ku bota është e egër, pra ku njerëzit e tjerë janë përpiqen që ty të bëjnë të realiteti është ndryshe, jo sipas të përfitojnë aty të themi, ose të ulin, të zhvasin, të keq trajtojnë, të përfitojnë aty. Edhe në qoftë se ti pra jeton në një realitet të tillë, dhe në qoftë se je nga këta të ndjeshmit, romantikët, zemërmirët e kështu, duhet të përshtatesh me realitetin objektiv, për ndryshe do shkatërrohesh. Por suksesi më i madh i joti si person në këtë rast është që këtë përshtatje ta bësh duke mos e humbur veten nga brenda. Kjo do ishte suksesi më i lartë për mendimin tim. Si mos ta humbësh veten? Pra të mos bësh kafsh, të mos bësh thot gjithmonë Nietzsche që kujdes ju që luftoni me përbindësha, sepse qofse ti shikon abisin dhe abisi po të shikon ty. Pra është kuptimi që kur lufton me përbindësha në përgjithësi bësh dhe vetë përbindësh. Ky është rreziku i madh. Pra fitoria më e madhe e njeriut është që të mos kthehet në përbindësh duke luftuar me jetën e egër. Të luftoj me jetën e egër, të jetë luftëtar i fortë, të jetë luftarak, të jetë i suksesshëm, të bëj të gjitha ato që kërkon realiteti objektiv, pa mëshirë për emocionet e tij dhe njëkohësisht ta ruaj njerëzillëkun dhe humanizmin nga brenda. Ky do ishte suksesi më i lartë, po mendoj që këtë shumë pak njerëz mund ta arrijnë. Po që kjo është forma më e lartë e suksesit, në bindjen time. Domethënë raporti objektives në subjektiven. Doktor, se tani kur flasim për të vërtetën, për çfarë po flasim në fakt? Domethënë ka ndonjë përkufizim universal? Në rrymat filozofike edhe në përkufizimet të ndryshme ideologjike që ekzistojnë, këta përkufizuesit e këtyre kanë shumë qejf që t'i fusin të gjitha për shembull çfarë ka thënë Sokrati për të vërtetën, çfarë ka thënë Platoni, çfarë ka thënë Aristoteli, çfarë ka thënë Pitagora, çfarë ka thënë Thoma Aquini, San Agostini, çfarë ka thënë të gjithë këta Spinoza, Nietzsche, gjithë Kanti, Spinoza, Descartes, me radhë. Kanë dëshirë shumë që t'i fusin të gjitha këto dhe t'i japin një seri të madhe perceptimesh pa dhënë asnjë konkluzion. Unë them vërtetën e respektoj njohjen e të gjithë spektrit, të gjitha këndvështrimeve që ekzistojnë, po kam një farë përçmimi dhe neverie për këtë lënien kështu pa përkufizim. Pa i vënë një kokë, domethënë ky ka thënë kështu, sipas saj është dhe kjo, po është dhe kjo. E morën vesh këtë. Ka mundësi të nxjerrim një konkluzion apo ti përbashkojmë të gjithë këta në një gjë reale. Ekziston kjo mundësi, absolutisht po që ekziston. Sigurisht që ekziston. Ti
ti i ke lexuar gjitha, ti i ke dëgjuar shpeshta. Cila mendon se i afrohet më shumë? Se për shembull, mua më pëlqen edhe një që thot Platoni. Për shembull, domethënë e vërteta thotë ekziston si forma e përjetshme dhe absolute thotë, përtej botës fizike që ne e njohim. Domethënë, Po, se Platoni është përfaqësues i idealizmit objektiv. Ai thotë çdo gjë idenë e formave të ideve fikse që ekzistojnë përtej materjes. Po, ai thotë çdo gjë materiale që është thjesht hija e të vërtetës ideale. Domethënë njohuria e vërtet është njohuria e ideve të përjetshme. Po si ta kuptojmë këtë, njohuria e ideve të përjetshme? Po. Kjo është duhet shpjeguar idealizmi objektiv i Platonit pastaj. Sipas Platonit ekzistojnë disa forma ose disa ide që janë universale dhe të përjetshme pavarësisht ekzistencës ose jo të botës materiale. Pra, jo vetëm bota materiale si botë lëndore, po edhe njerëzit edhe krijesat që janë brenda saj, nuk ka shumë rëndësi për Platonin ekzistojnë apo jo, sepse format e idet janë të përjetshme. Pra, si thua që përkasin një dimension një përtej lëndor ose hynor, si thua, dhe për shembull gjithmonë marrin, po themi, idenë nuk e di po themi të një stilolaps ideal. Domethënë stilolapsëria është forma ideale. Pra forma perfekte, më ideale, më perfekte, më e mirë që mund të ekzistojë ndonjëherë në të gjitha kohrat, në të gjitha rrethanat e stilolapsit ose e penës së shkrimit. Kjo sipas Platonit është forma e stilolapsërisë apo e penërisë, nuk e di si mund ta quaj. Pastaj, kjo është, domethënë, nuk ka rëndësi, ekzistojmë ne si njerëz apo nuk ekzistojmë, ekziston kjo formë perfekte në botën materiale apo jo. Për Platonin kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që kjo formë, kjo ide objektive ekziston. Ne thjesht e zbulojmë atë pastaj, duke jetuar, ne e zbulojmë. Po kjo ekziston, sipas Platonit, sepse të thash Platoni është përfaqësues i idealizmit objektiv. Ndoshta edhe shpreha që thot Spinoza, mendoj, pra ekzistoj. Jo, nuk qëndron në radhë. Jo, kjo është tjetër gjë. Kjo është, po nuk e thot Spinoza, e thot Descartes, po, e thot Descartes. Mendoj, pra jam. Çështja është që unë jam me Platonin për këtë çështje. Po pra, dhe më ka intriguar që prandaj të pyeta se çdo gjë ekziston në formën e saj perfekte në anën ideale, pra në anën e ides. Nuk ne për shembull në filmat e ndryshëm ose në romanet, në literaturën artistike, njerëzit prodhojnë, sidomos në këto fantastiko-shkencore, prodhojnë ide që janë të paarritshme fizikisht për momentin, pra nuk kemi teknologji për t'i arritur. Por potencialisht këto mund të ekzistojnë, sepse është dhe një teori që thotë çdo gjë që imagjinon mund të bëhet reale. Si thua. Unë nuk jam me këtë çdo gjë që imagjinon mund të bëhet reale, por jam me këtë që thot Platoni që ekziston forma perfekte e gjës edhe pa qenë gjëja vetë reale. Dhe kjo e vërteton atë e mbron tezën platonike, domethënë. Dhe unë jam me këtë dhe kjo është një lloj e vërtetë objektive idealiste. Por ka njerëz që nuk e pranojnë këtë. Për shembull, tipikisht materializmi dialektik marksisti që kemi pasur dhe në Shqipëri, në epokën e veriste, nuk e pranon këtë, sepse ata thonë duhet të ekzistojë ndërgjegja, prodhohet nga materia, thonë ata, dhe nëse nuk ka materie, nuk ka ndërgjegje. Pra, nëse nuk ka materie, nuk mund të ekzistojë një ide. Sepse ata thonë ide i prodhon truri si organ i mendimit dhe truri është organ material, që pasqyron ato mendimet që ka truri sipas marksizmit ose sipas materializmit dialektik janë ide që merren nga bota materiale, nuk janë kështu, nuk vinë nga hiçi, sipas e kanë bazën diku thonë. Dhe prandaj ata e kundërshtojnë idealizmin objektiv Platonit, se ata thonë nuk mund të ekzistojë një ide pa qenë bota materiale, sepse edhe vetë idet ekzistojnë pikërisht se ka një botë materiale dhe pastaj ajo bota materiale krijon krijesa nga bota, për shembull, nga materia inorganike bëhet organike dhe evoluon edhe vijnë krijesa që kanë ndërgjegje të lartë si puna e njeriu dhe ato krijesa kanë një tru që kanë atë ndërgjegje dhe ai truri ka aftësi që t'i marrë nëpërmjet shisave të dhënat e botës materiale dhe t'i kthej ato t'i konvertoj në mendime dhe në ide. Edhe prandaj krijojnë idet, ekzistojnë idet, thotë.
Po, unë dikur kam qenë iftar I kësaj linje, po sot mendoj që Platoni është më I arrir, edhe pse kjo që thonë ta ekziston dhe kjo. Ekziston dhe kjo, po nuk do thotë që përjashtohet rasti platonik. Pra, unë e shikoj përplasjen midis këtyre rrymave për të eliminuar patjetër njërin, e shikoj si gabim. Sepse këto në fakt nuk duhet jenë që të eliminojnë njëra tjetrën, por shpeshherë janë bashkëplotësuese. Marksistët po të ishin këtu me ne tani do më kritikoni këta marksistët ortodoks. I thash dhe materializmi dialektik do të më kritikonin duke më quajtur dualist, sepse ata thonë janë tre linja: idealizmi, materializmi dhe dualizmi që tenton një bashkim mes të pabashkuesme sipas atyre, që është idealizmi me materializmin. Këta I quajnë dualist dhe kanë kritika për këta, por unë mendoj që teoria platonike është e fuqishme dhe e vërteta është në gjendjen e saj, domethënë është e përjetshme. Unë e shikoj të vërtetën si një pjesë të, domethënë si diçka objektive që njerëzit duhet ta zbulojnë dhe ta arrijnë atë, jo ta prodhojnë. Po. Ta zbulojnë dhe ta arrijnë, sidomos të vërtetat që kanë lidhje me botën materiale, me botën me botën jashtë njerëzit thua. Pastaj perceptimet tona varen nga gjendja jonë psikologjike, nga gjendja jonë e forcës që ne kemi, e shqisave që ne kemi, e tjera, po ka një të vërtet objektive për te shqisave tona. Do në mirë tu se do të bëj një pyetje, domethënë ne si njerëz sa mund të besojmë perceptimeve tona, duke ditur që njerëz jemi. Edhe truri jon është lehtësisht shumë I manipulueshëm, shumë I ndikueshëm. Shumë pyetje e fuqishme kjo. Sa mund të besojmë perceptimeve tona? Po unë mendoj që duke qenë me këmbë në tokë, duke qenë të pjekur, njerëz të pjekur që kemi një botë kuptim, një common sense logjik të shëndetshëm, domethënë jemi me këmbë në tokë, ne kemi arritur të kuptojmë një gjë shumë elementare. Jemi shumë krijesa të pa arrira. Kemi shumë dobësi si krijesa në njerëz. Edhe pse janë ca teorira që thonë ne shfrytëzojmë vetëm 5% e bla bla bla, unë nuk jam me këtë. Unë mendoj që njerëzit janë në një gjendje të caktuar të zhvillimit të tyre fizikëve mendor në këtë epokë që jetojmë, domethënë si Homo sapiens sapiens. Edhe truri jon ka, domethënë, po ta krahasosh me botën e kafshëve, me krijesat e tjera, është një vepër e madhe, një domethënë tru shumë I fuqishëm, por po ta krahasosh me atë që do duhet ishte pra me idenë platonike të një inteligjencë perfekte, supreme, si thua, që do duhet kishte edhe një tru perfekt nga mbrapa. Atëherë në këtë krahasim truri jonë është shumë I mangët. Dhe duke qenë I mangët, patjetër që ne kemi dhe iluzione, kemi dhe shtrëmbërimet e realitetit, I kemi të gjitha këto. Edhe prandaj nuk mund të jemi të sigurt plotësisht në perceptimet tona, por gjithmonë duhet të përdorim metodën shkencore dhe specifikisht metodën shkencore shoqëri zhvilluese për të parë nëse mendimet tona përputhen me të vërtetën objektive apo jo. Kemi mundësi që ta verifikojmë. Janë disa tipare që është një filozof I shkencës që quhet Karl Popper, ai edhe të tjerë kolegë të tij që ata kanë punuar me këtë çështjen e të vërtetës, edhe me çështjen e dijeve, me çështjen si është, domethënë me metodën shkencore ta quajmë. Edhe kanë krijuar një metodë shkencore dhe një metodë shkenciteti që si të zbulohet që diçka është shkencore apo nuk është. Por unë nuk jam rigorozisht me atë metodën e atyre, jam që ajo në thelb mirë kanë ata, po ata njohin vetëm inteligjencën logjike, ndërsa unë në ideologjinë time ose në ideologjinë tonë, doktrinën e forcës së mirësisë, ne I ndajmë kemi dy lloje inteligjencash. Që është inteligjenca logjike, e cila është ajo racionalja që e prodhon truri, dhe është dhe intuita mistike. Intuita mistike në fakt nuk është siç mund ta akuzoj dikush një lajthitje
ndjesore apo perceptimi, po është, si thua, shkalla më e lartë e inteligjencës logjike në çastet e saj, domethënë kur bëhet aq e lartë dhe ka një ndërlidhje me botën përtej lëndore, me botën hyjnore, dhe arrin ti të nxjerrësh konkluzione madhore për diçka që me inteligjencë logjike do duhej shumë punë e madhe dhe shumë kohë gjatë. Kjo është intuita mistike. Ne të gjithë kemi përjetuar çaste intuite mistike në jetën tonë dhe sidomos kjo ndodh në dy momente, tek profesionistët e nivelit shumë të lartë, tek ekspertët në përgjithësi kanë çaste shpërthimi intuite mistike. Për shembull, rasti tipik është eureka e atij si quhet, se harrova tani, që e kanë vrarë Arkimedi, që e vran Romakut në Sirakuz. Ma do më falni për Irancën, po nuk e di si është kjo histori e eurekës me. Nuk po i futemi me themel, se kemi dhe temën e dytë. Kemi marrë goxha kohë. Eureka, Arkimedi kërkonte të zbulonte diçka aty edhe u fut në një vask. Edhe kur pa lëngun që derdhe, i bërtiti Eureka. Kishte shumë kohë gjatë që kërkonte ta zbulonte këtë. Më duket, mos gaboj, kishte lidhje me vëllimin me volumin e lëngjeve të materjes. Edhe Eureka, do me thënë, e gjeta, e zbulova, si thua. Doli jashtë ashtu, më duket si në gjendje lakurishme, sa mbajmë nga historia, duke bërtitur në për qytet Eureka, e gjeta, do me thënë, se kishte kohë shumë gjatë, ishte thelluar aq shumë në atë bindjen e tij, në atë studimin e tij, sa që edhe ku e kishin temën se me iku pak para kësaj të... Pyetja që bëri Wilsoni që ta për... Po. Për perceptimet. Po që edhe përgjigjen. Po themi që, do me thënë, truri jonë është i mangët. Do ta nishet e intuita mistike dhe... Është perfekt kur e krahason me qeniet me më pak inteligjencë, po është shumë i pa rrirë, shumë jo perfekt në krahasim me inteligjencën supreme të tipit platonik, domethënë që mund të ekzistojë. Dhe ne mund të hecim drejt asaj inteligjencë, kemi shumë punë. Tani për të qenë gjithmonë të sigurt duhet të përdorim metodën shkencore. Po metodën shkencore, siç po thosha, duhet ta përdorim jo vetëm nëpërmjet inteligjencës logjike, por edhe nëpërmjet intuitës mistike. Se ky rasti i Arkimedit që zura në gojë është një çast i intuitës mistike. Që ai duke qenë ekspert shumë i përparuar, i erdhi menjëherë, në një moment i erdhi zgjidhja e të gjithës, sepse ju mblodhen të gjitha ato dijet, në të gjitha ato mendimet që kishte kaluar vetdijen dhe nën vetdijen e tij, dhe në një moment i dha ndriçimin, domethënë çasti i ndriçimit që zbuloi të vërtetë në asaj çështje. Edhe bëri gjetjen. Këta janë ekspertët për atë, që janë ekspertë shumë të lartë në një fushë dhe shumë të apasionuar për atë fushë. Atyre u jep atëre kur se presin ose edhe kur e presin ndonjëherë, po është fal ekspertizës shumë të lartë. Dhe e dyta janë këta njerëzit që, domethënë, në gjuhën fetare mund të quhen si shenjtë ose si njerëzit shumë të devotshëm. Përputhet kjo dhe me ekspertizën, se këta ekspertët teknicien në fakt janë njerëz shumë të devotshëm në fushën e tyre, pra janë si një farë shenjti në fushën e tyre që arrin ta kenë këtë. Te kjo e dyta atë diskutim, po unë jam që këta njerëzit që kanë një përmbajtje shenjtërie, për shkak se mund të kenë një ndërlidhje të përparuar me dimensionin përtej lëndor ose me dimensionin hyjnor, këta mund të marrin dije të fuqishme të menjëhershme nëpërmjet intuitës mistike. Kështu që këta Karl Popper, këta të mos ju bien në qafë, nuk e di se sa e kanë njohur intuitën mistike, po kanë përshtypjen që shkenca moderne që e përkufizon veten si shkencë, në fakt është shkenca moderne pseudoshtetariste. Nuk është shoqëri zhvilluese, nuk e njeh shumë intuitën mistike dhe duhet ta njohë, patjetër. Këtë e bën shkenca shoqëri zhvilluese, domethënë, që njeh edhe inteligjencën logjike dhe intuitën mistike. Prandaj, përgjigjja përfundimtare për pyetjen që më bëre është që për të njohur, për të ditur a jemi në iluzion apo jemi duke njohur të vërtetën objektive diçkaje, pra që trurit mos na gënjej, mendja mos na gënjej, duhet përdorim gjithmonë metodën shkencore të shkencës shoqërisht zhvilluese, pra që i përfshin të dyja llojet e inteligjencave, edhe inteligjencën logjike, edhe intuitën mistike. Dhe atëherë mund të kemi një siguri në shumicën e situatave.
po jo në të gjitha situatat. Se ka ca situata që thjesht mendja dhe truri jo nuk arrin dot ta perceptoj atë realitet. Mund të jetë shumë i përparuar, shumë i avancuar ai realitet, e ne nuk jemi akoma gati për ta njohur si qenie njerëzore, po në një moment tjetër kur të evoluojmë ose të zhvillohemi, qoftë me evolucion, qoftë me revolucion shkencor, do të bëhemi të aftë ta njohim. Po, për momentin ka gjesh kapaciteti. Adriatik, kam një pyetje për ty. Në kohët e sotme, si mendon, si ka ndikuar teknologjia dhe informacioni i bollshëm që kemi ne deri më sot? Si ka ndikuar në mënyrën se si e perceptojmë ne të vërtetë? Po, ka hecur do të thosha paralel dhe me informim dhe me dezinformim, do me thënë sepse ka momente që e vërteta është keq përdorur, kryesisht nga politikan do të thosha ose nga fetar që kanë agjenda politike dhe çfarë lidhje ka kjo me teknologjinë. Është bërë për shembull nëpërmjet teknologjisë kjo, për shembull nëpërmjet mediave, nëpërmjet domethënë po thosha për pjesën që ka ndikuar për keq. Kjo kurse për mirë, pastaj teknologjia sa më shumë informacion, sa më shumë dije, sa më shumë zhvillim që ka marrë, aq më të aftë jemi bërë për të njohur dhe për të kuptuar realitetin ose botën ku jetojmë. Nëse informacionet deri dje kemi pas të cunguar për libra ose në pak libra, sot gjenden sheshit me një klikim apo janë domethënë të kudo gjendura dhe kjo është ana pozitive. Ana negative është që ti ke të paverifikuara burimet se si të vinë. Sidomos sot për shembull që është inteligjenca artificiale, ti shikon një video dhe nuk e ke të sigurt se është e vërtetë apo jo. Dhe këto anë të medias do të thosha që kanë keq përdorur dhe politikanë që ju referova që parë dhe fetar me agjenda politike. Për të arritur objektivat që politikanët do bëja një ndërhyrje, politikanët të kushtetarist u futen edhe këta fetarët, këta fetarët që kanë agjenda politike që binjeni quaj politikanë. Të njëjtën politikën pavarësisht se ata flasin nëpërmjet fes, po jo të gjithë, flas për ta që e keq përdorin, domethënë. Dhe ka shumë. Këta vdesin në thonjza për të vërtetat subjektive, kanë fiksim to. Të vërtetat subjektive, këta kanë domethënë gjysmë të vërtetat. Thonë një domethënë një të vërtetë për një çështje. Të vërtetat e sajuara, për shembull, sidomos në tema me nacionalizëm theksuar ose me këto moralizmat e ndryshme, domethënë i kanë shumë qejf këto sepse nëpërmjet tyre krijojnë narrativa këta, edhe nëpërmjet narrativave pastaj mbledhin pushtet në popull. Vazhdo se. Jo, nuk ka problem, ja këtë desha të them, domethënë që këto bën për këto arsye. Pastaj mënyrat se si këta përdorin e tham janë të shumëanshme. Unë propozoj që pjesën e tonë të emisionit për të vërtetën duhet ta vazhdojmë, sepse është temë shumë e gjatë. Është shumë e gjatë, po. Është shumë diskutim dhe ndjej veten të pasqaruar mirë me publikun. Mendoj që do na duhen të paktën edhe janë 2-3 episode të tjera me kaq kohë sa morëm sot. Ka shumë pikë tjetër për ta sqaruar të gjithë, po mendoj që të paktën se besoj që mund duhen edhe më shumë. Shikon, kisha përgatit shumë pyetje, edhe mendoja se do t'i beja të gjitha, po t'imagjino s'kam bërë as 2-3 pyetje se duan shumë shtjellim, më kupton? Pikërisht se të hanë kohë në shtjellim, të hanë kohë në shpjegim, plus që ne kemi ndërprerje, kemi pyetje, përgjigje, jemi për t'i shpjeguar mirë. Ka diversitet debati, diskutimi, domethënë, dhe nuk për t'i shpjeguar mirë ka nevojë për kohë gjatë. Po, ka nevojë. Ti marrësh hap pas hapi, se mund t'i shpjegojmë edhe në mënyrë sipërfaqësore, por nuk do ishte e kompletuar. Ne don të thellojmë që edhe se njerëzit që na ndjekin na kuptojnë. Të kuptojnë, po. Kështu që miq të nderuar, këtë pjesë do ta avjojmë përsëri në një emision të radhës, do bëjmë disa emisione në lidhje me çështjen e të vërtetës, edhe të funksionalitetit të saj, shoqëror dhe politik.
Nuk duam që ti, domethënë, do e shtjellojmë në episode tjera sepse nuk duam që ti zgjasim shumë që të bën dhe tepër se do bëhen pak si të lodhshme, po u zgjat shumë si episod. Po. Kështu që po e lëm me kaq për sot, edhe episodin tjetër për të njëjtin temë do flasim për të vërtetën dhe Tani të lëmë me kaq këtë të vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit për opozitën. po. Temën e të vërtetës po e mbyllim. Po. Për sot. Po e quajmë të rezervuar për sot. Ta mbyllëm me një shprehje që thot: "Në qoftë se vërteta dhëmb, falenderoje. Tregon që shisat punojnë akoma." Po. Se në sistemin nervor është më saktë. E bukur. Kështu që është shumë temë e gjerë dhe e bukur dhe për të kuptuar dhe realitetin ku jetojmë dhe si funksionojnë gjërat. Domethënë ka Është- shumë Çdo bisedë që bëjmë na afron më shumë. Është Kështu që për mua më shumë vazhdoni se sa pyesni e bukur njerëz, është mendoni. shumë e nevojshme, domosdoshme po. se ka funksione praktike. Okej, edhe do kalojmë te tema tjetër? Po. Po. Atëherë ishim do flisnim për opozitën. ti the pse opozita Se në nuk Shqipëri funksionon do të opozita. opozite. Se opozita në Shqipëri nuk bën dot opozit. Ishte pyetja më saktë. Po. Është quajtura opozitë e jona. Po flasim për sistemin aktual në Shqipëri. Si mendon? Unë mendoj se ka shumë ka ngjecje në shumë aspekte. Që nuk funksionon si opozitë. Unë mendoj që Për shembull, nuk quhet opozitë një herë. Opozitë e ka marrë se atë përfaqëson opozitën. Zyrtarisht opozite quajnë. Atë përfaqëson. Teorikisht po. Po a është e vërtet objektive? Apo jo kjo në dhënia e Në termit? lidhen temat pastaj. Opozita aktuale që është sot nuk se çfarë opozitë, nuk mund ta quajmë opozitë, pavarësisht se ka emrin opozitë. Ka shumë ngjecje. Që në të parën fare për mendimin tim ta kanë luftë brenda llojit të tyre, kupton? Tani si mund të bësh luftë me pushtetin kur ke luftë brenda pjesës tënde aty? Nuk e di. Kanë plan e A luftit. kanë lufta bëjnë Kanë sikur mungesë kanë luftë. alternativash. Unë jam me teorinë që këta bëjnë sikur kanë luftë. Në fakt. Nuk mendoj që Po, kanë. po kjo po sjell dëm, nuk po sjell progres. Lufta është në dukje. Po. bravo. Dëm të pa imagjinueshëm, jo dëm. Sepse nuk është dëmi vetëm për ata që bëjnë atë teatrin atje sikur bëjnë luftë, po është dëmi për gjithë shqiptarët. Më tepër se luftë mua më duket si një plan i përgatitur për të arritur një Po, me objektiv të këtë caktuar. tezë jam dhe unë, si ti. Se Si një shikojmë plan i përgatitur. është një plan Teatr. brenda grupimit të E tyre. kam përgatitur skenarin më përpara, ti do bësh sikur do Sikur bësh këtë, zjemi unë do ti- bëj sikur do ta mbyll me brav, ti pastaj do ikësh, do hedhësh karrigen, pastaj unë do iki në gjykat, ti do bësh atë dhe unë do bëj këtë, do nxjerrim pastaj një tjetër aty, një tjetër këtu. Nuk e kanë Leverdin këta, që bashkëpunojnë për shumë në pushtetin e zëm që Leverdia, E majmë të mirëqen. Leverdia pastaj duhet futen pak në thella që ta shpjegoj sipas bindjes time. Unë mendoj që gjithë establishmenti politik shqiptar që nga 90-ta e në vazhdim është një trup i vetëm. Thjesht është ndarë në mënyrë të tillë që të hiqet sikur është i ndarë, sikur është opozit, grupe interesi të ndryshme, parti të reja, parti të vjetra, po në fakt sipas perceptimit tim është një dhe i vetëm i bashkuar, thjesht është ndarë në disa pjesë që të kryej disa funksione për të arritur të njëjtin qëllim. Edhe në këtë pikë, për shembull, kam ngul sepse opozita aktuale që këta e quajnë paradoksalisht dhe të djathtë, por nuk e di pse mund ta quash të djathtë atë se nuk kam qenë vetë pjesë e atyre, edhe kam qenë goxha integruar. Vetëm me në të struktura djathtë nuk drejtuese kanë deri në 2010-ën. Dhe s'ka ndonjë lloj lidhje me të djathtën përveç se flasin për të djathtën dhe mundohen të artikulojnë një narrativ të djathtë vetëm në artikulim, po veprimet i kanë absolutisht pa lidhje me të djathtën. Në djathta ka ca parime rrënjësore që këta nuk i respektojnë fare. Që nga pikpamja e lirisë individuale, që nga pikpamja e kurajës për të thënë të vërtetën ashtu siç është, që nga pikpamja e pronës, që nga pikpamja e të bërit politik nëpërmjet zotësisë dhe jo nëpërmjet mekanizmave intimidues, korruptues të stilit
enverist, stalinist, sepse këta i kanë bërë gjitha këto. Po. Këta bëjmë politik. Shiko, ta sqarojmë për publikun, nuk është se po mbrojmë partinë në pushtet ose partit në pushtet duke folur në këtë mënyrë për ta ashtu quajtur në opozitë, absolutisht jo, por themi po trajtojmë temën e opozitës. Edhe unë e thash që këta janë Ne bashkë. po i lidhim bashkë Këta janë bashkë, ka realitetin. opozit janë bashkë. Edhe prandaj dhe opozita nuk bën dot opozitë, është shumë e thjeshtë sepse s'ka si të bëj opozitë kur roli i saj është të bëj sikur bën opozitë. Pra kur bën sikur Është veprën e bën, pushtetit, po. kur bën sikur bën për një farë kohë një pjesë e popullatës mund ta besojë këtë Po. që ti po aktron sikur bën, po kur kalon kohë gjatë pastaj largohen njerëzit dhe gjithmonë më pak njerëz të besojnë ty, sepse shikojnë realisht që ti veprimet, s'po bën po. opozitë. Po. Ti s'po bën opozitë, ti po bën sikur po bën opozitë. Pra, ekziston një term në anglisht quhet controlled opposition, opozitë e kontrolluar. Pra që është një opozitë që ai establishment i cili ka pushtetin e krijon këtë opozitën e kontrolluar për të bërë sikur bën opozitë. Po. Dhe duke bërë këtë zë vendin e opozitës reale. Pra nuk lë vend për një thyer opozitë ata- reale, nuk ka vend për një opozitë reale. Edhe për mendimin tim ky është shembulli i përkryer për Shqipërinë. Domethënë kjo po ndodh në Shqipëri jo sot, po që prej 90-s. Është si shpërthimi i Që kontrolluar kur i kryeja Partia Demokratike në 90-ën inkuadroi të gjithë elementet e faktorët e djathtë ose shumicën ndërmuese të tyre, por problemi është që kjo parti ishte ndërtuar vertikalisht dhe komanda e kryetarit dhe e kryesisë ishte komandë dhe urdhër për gjithë partinë, për gjithë antarësinë. Edhe mjafton që edhe pse aty u futën brenda element antikomunist, element të djathtë, element që ishin për një sistem ndryshe nga ai 44-91-shit, prap në kupol ishin njerëzit e 44-91-shit. Ata e komandonin. Pra ky që është sot Është i njëjti Ky që është sot që në 90-ën e deri sot, Dinozaur. bashkë me ata marionetat e tij që bën sikur i heqë, sikur i vën, sikur e kundërshtojnë gjoja, as ka njeri këll që atë që ta kundërshtoj fare tek ajo parti atje. As te ajo parti një dhe tek janë disa parti satelite që gjithmonë i vinë në orbit kësaj partisë kryesore, Partisë Demokratike. Edhe ata janë komplet kuku. Janë komplet kukulla që janë krijuar Kastile për Partitë për Jo, po partitë. flas për këto të vjetra. Ato të kaluara. Po të vjetra që kanë qenë mbështetëse për të. Jo, Që bëni koalicion apo jo? Partitë që Po, bëni po, koalicion po. me të për shkak shpeshherë në për jo, zgjedhje. jo bëni koalicion, po që janë si aleat Ishin si tek Zim. historik të kësaj Po. partisë kryesore, gjoja të djathtë. Aty ky është një kurth i madh për gjithë elementet e djathtë. Edhe këta kurth, domethënë në shaq i madh dhe aq tragjik sa për 35 vjet jetuan aty brenda në kurth edhe vjetësën aty dhe ju shkatrua jeta shumicës, është një pjesë e madhe dhe kanë vdekur tashmë. Një pjesë e kishin me idealizëm, Një besim pjesë plot. si unë edhe mirë tjerë jemi larguar në periudhën 2009-2013, edhe një pjesë pak me dobët në bazë 2013 su larguan, kur riku nga pushteti, domethënë. Them me dobët se duhet të lindte pushteti njërë që pastaj ta mohonin. Kurse një pjesë vazhdon aty brenda, nuk e di, më duket shumë e çuditshme, ose ata që qëndrojnë aty për mua ose janë njerëz shumë naiv, ose janë njerëz që nga që janë hiperkonsumuar gjatë 35 viteve, ata vetë ose familjet e tyre dhe rrethi i tyre në këtë parti dhe kanë, si thua, të pamundur të mendojnë largimin nga kjo parti, ose pastaj janë këta pjesa që janë bashkëfajtor në këto Me shumë mundësi kjo padrejtësit që kanë ndodhur edhe nga leadershipi i kësaj partie, edhe që ndrojnë aty me fanatizëm se e din që pora kjo Po, për mendimin s'kan ku të vend tjetër ose më saktë mund të dalin të bëhen përgjegjës për shumë faje që kanë. për mendimin tim qëndron më shumë kjo e fundit. I ka lidhur bashkëfajësia, domethënë. Ama e çuditshme në gjithë doktor, në gjithë tranzicion politik prej 30 vitesh sa ka, si nuk ka asnjë emis ka në asnjë opozitë, e gjitha palve. Jo, kjo është shumë radikale për të thënë asnjë mirë. Kanë ardhur dhe të mira, po Po çfarë mirë? po I kanë ka sjell koha më i shumë ka se sjell sa- koha, domethënë këta i kanë bërë disa të mira, Mi ka- jo për shembull jo hym në NATO, jo
proceset e integrimit që nuk janë finalizuar, por Jo, jo hoqën vizat. opozita, se opozita supozohet jetë anti-establishment. Opozita çka ka bërë? Opozita. Opozita, jo pushteti, se po flasim për pushtetin, për qeverinë. 30 vjet tranzicion politik, asgjë. Po, Ta edhe kur bëjnë revolt, kur bëjnë rebelizëm, e bëjnë për interesat e tyre, so prekin interesat. Nuk është se mendojmë për shumë në qytetarëve, se ta nuk sjellin alternativa. Ta thjesht ankohen edhe kritikojnë qeverinë. Nuk është lidhje. Është opozitë e kontrolluar. Duke që s'ka qenë falca gjithkohës. Pikërisht se është falco, një gjithë falco sa mund ta luajë rolin e gjithë vërtet. Ekstra, po. Megjithatë, prap të paktën edhe si falco të paktën kemi pasur një opozitë edhe falco. Se imagjino të ishe në komunizëm me një parti. Mos kishe fare drejt kishe opozitë. Kjo është e tmerrshme pastaj. Do me thënë të paktën na dhan iluzionin e një opozite. Po sot ka ardhur koha për ta kapërcyer këtë iluzion, për të krijuar një opozitë reale dhe unë mendoj që do me thënë ta them kështu në mënyrën time siç e mendoj unë, ndoshta mirë, ndoshta keq, mendoj që këta duan të rikrijojnë atë PPSH-n prapë. Ka qenë plan para prak, prandaj dhe po e shkatron fare Partinë Demokratike këtu me këto metodat që ja 10 vjet la atë qesharakun atë Lulbashën. Që kur dolëm ne për pronat aty në Dukat, që Dukati ishin nga vendet me tabanin më të madh pronës së Shqipëria, ai doli dhe tha këta janë taliban, tha do t'i shtypim, do t'i shkatrojmë. Falangat kriminale tha. Se përdoren nga Partia Socialiste, tha. Unë isha vet atje në. Ishte ministri i brendshëm ai aty. Po, ministri i Se brendshëm. kërkonin pronën edhe ishin të këqij. Unë isha në atë kohë që fliste këtu, unë isha kryetar seksioni i Partisë Demokratike dhe sekretar grup seksioni i Partisë Demokratike dhe isha familje djathtë. Edhe kisha vetë diet larg me vi nga një familje nga një fis që ka 750 hektar tokë. Kemi qenë fshatar të pasur apo pothuajse të pasur, nuk e di si mund ta quaj. Edhe ky dilte thoshte ju përdorini nga PS-ja, që ishte absolutisht e pavërtet, absolutisht gënjeshtër. Po pra, absolutisht. Atje mund të kishte shumë element që përdoreshin nga PS-ja, po unë që isha në drejtim s'kisha fare përdorim nga PS-ja dhe nuk ka kërkuar falje sot e kësaj dite. Për atë. Për mua është një qesharak. Është figurë komplet qesharake dhe me vuri Berisha ka stile këtë si qesharak. E vuri ka stile, do me thënë edhe këtë pjesën që Gjoja e përjashtoi, ai bëri atë, ishin gjitha skenare këto, sepse këta është një etapë historike që duan ta shkatrojnë fare tani për të mbylli ciklin edhe ta kthejnë si një tip shoqate fshati kështu. Edhe do me thënë po të shikosh janë krijuar premisat që se në fillim nga 90-ta deri në 2009 ishte si e paperceptueshme të ndrojë krah. Ishte militantizëm fanatik i kallëpizuar, do me thënë ishte tabu e madhe që ti të lëvizje për shumë nga PD-ja të PS-ja dhe këto quheshin dhe fikse majta e djatha, edhe pse s'kishin asnjë lidhje me të majtën e me djathën, bënin vetëm ca koca teatro, dilnin këta thoshin jemi për pronën ne, po pronë si jepnin kur këta republikanët e për krau i PD-s, këta bënin si të majtë të tjerët, si ishin as të majtë as djathë, edhe nga 2009 edhe deri më sot filloi shkërmujqja e Partisë Demokratike, dobësimi i saj. Po ky dobësim nuk ndodhi vërtet siç janë hequr këta me teatr që e bëjnë sikur ka do si proces natyral për shkak të gabimeve, për shkak se na mbiu Lulbasha na u bë rap, nuk shkulej Lulbasha. Humb zgjedhje dhe bëu më i madh, humb zgjedhje bëu më i madh. Supozoj do të ishte do me thënë ishte skenar, edhe këto skenare tani që po përgatit këy me këta që bën sikur i dalin kundre, sikur do bëjnë, nuk janë fare të vërteta, janë gjitha gënjeshtra. Ka Ion Braçi në opozitë shumë të fortë brenda. Jo, tani kanë nxjerr ta Saljanin e çfarë janë këta, Ilira Limimeti, nuk e di, po për mua janë teatr dhe këta. Edhe gjitha kjo synimi do thonë ju cili është që PD-ja luajti një rol, mblodhi forcat e djatha, forcat antikomuniste, antienveriste, edhe i mbajti në zap aty për gjithë këto vite. Tani është koha që ta shkërmojshin fare këtë dhe të fillojnë këta kuadrot e PPSH-s të vjetër të rikthehen te partia nën. Më kupton? Edhe prandaj po të shikosh kanë filluar të normalizojnë këtë pjesën, që kur kaloi Lufter Xhuveli që u bë nga njëri kravajtit e tjetri, pastaj
bëri të pamendueshme në PD-ja, bëri koalicion me LSI-n që ishte si një Nuk mund të fyerje ndodhte, tabuje të jashtëzakonshme. Tani kemi arritur në fazën që po kalojnë ditë për ditë njerëz nga njëra partitë e tjetra, nga PD-ja te PS-ja, nga PS-ja te PD-ja, domethënë nga këto po e ndrojnë si ato buza, kreet po e normalizojnë. Po e normalizojnë të kalosh nga një parti te tjetra dhe këtë po e bëjnë sepse do sjellin situatën që PD-n ta dobësojnë jashtëzakonisht shumë, edhe do kalojnë të gjithë aty te partia nën. Do rikrijojnë një parti tjetër ose siç është PS-ja do ta lënë. Ose i kthejnë emrin prapë PPSH. Nuk besoj ta quajnë PPSH, po ajo është skenari më absurd. Pastaj po çdo gjë bëhet këtu këta, nuk. Po mendoj që do ta azisojnë, mendoj PD-n ose do ta dobësojnë shumë dhe do kalojnë aty dhe pastaj do ngelet një opozitë qesharake kjo për rastin. Si këto opozita në Rusi, në vende të tjera autokratike, kështu që. Jo, po i bie grupe aktivistësh, nuk i bie opozitë. Në opozitë dhe kemi edhe një opozitë qesharake nga ana tjetër. Edhe kalon si diktaturë, po ti nuk e sulmon dot që është diktaturë, se thotë ja ku e ke opozitën thotë. Pra është më egër se diktatura që është diktaturë, se të paktën aty populli krijon urrëtie për partinë e vetme në pushtet. Edhe mundohet të rebelojnë, ndërsa këtu thotë ai ora, po ja ku e keni një opozitën, pse nuk bëni diçka? Po që ti je opozitë në Shqipëri, si duhet të kesh në një post për shkak do të jesh si këta në parlament apo edhe për shkak një grup aktivistësh aty jashtë mund të jep opozitë për shkak. Po që ti quhesh opozitë zyrtare duhet të jesh parti parlamentar. Në këto janë ato. Po pra, po nëse këta bëjnë bashkimin e zën. Ndodhi kjo që Jo, nuk bashkohen si forca ata. Nuk bashkohen se do bashkohet PD-ja me PS-n. Si? Do ikin elemente, do arratisen nga PD-ja, do vende PS-ja. Po te PD-ja çfarë do ndodhi kur të ikin këta elemente? Ja do ngelet shoqat fshati dhe ajo do jetë opozita. Në rastin më të keq, ose do prishet fare PD-ja, duke ikur elementët, duke u kthyer atje, po dhe PS-ja mund të ndryshojë emër. Të marrë një emër tjetër. Edhe do prishet fare PD-ja dhe këta ose do krijojnë një opozitë tjetër të kontrolluar, që ka shumë që janë eksperta ati skenari, ose do krijohet vërtet një opozitë reale që nga forcat që janë vërtet anti-establishment, edhe do jetë opozitë dobët as buxhet, as kuadrot përgatitur, as pushtet, as gjithë, domethënë si do forcohesh. Edhe domethënë do krijojnë nga një anë një gjigant të madh qeveritar që do jetë gjithmonë qeveri, gjithmonë me shumicë deputetësh parlamente, të gjitha institucionet do i ketë, nga ana tjetër një opozitë qesharake, që do jetë o PD-ja e shkërmoqur e leqendisur si shoqat fshati ose një parti e re ose një koalicion partish të reja që do jenë shumë të dobta ose të dobta në limitet e të qenit shumë të dobta. Ky është skenari mendoj unë. Se dhe që ta zgjasin kështu siç po e zgjasin me këtë PD-n qesharake dhe 20 vjet tjera besoj se do duroj populli. Një arsye e kanë. Kto janë planet e këtyre të paktën, sipas perceptimit tim. Pastaj bëjnë këta plane, bëjnë edhe këta që janë lart plane. Ka të tjerë që bëjnë plane, s'bëjnë vetëm këta. Apo ata të tjerë të lartë që komandojnë botën, nuk e di. Nuk e di, po unë e shikoj në këtë mënyrë, domethënë e shikoj një gjë të vështirë. Me pak fjalë jemi për të ardhur keq. Me këtë opozitë që kemi. Mund ta themi kështu. Po. Opozita është komplet inekzistente. Janë pasqyrimi këtij populli janë veprime. Të gjitha protestat që ngrihen në popull reale, nga komunitetet, nga grupet e interesit, nga opozita supozohet të jetë shpresë, sa që vetë opozita që bën siguri që bën jo vetëm kjo, por edhe kur ishte kjo tjetra në opozitë. Sa që shkojnë këta, po të shikosh pa kohë mbrapa shuhet protesta. Vend gjëja për krahur, edhe përfundimi shuhet protesta me plotësim qesharak të kërkesave të protestës, por thjesht reklamimi bëhet i fuqishëm në media, kështu që u zgjidh çështja. Po të vesh sikosh reale sa është qesharake. Që çfarë supozohet të bëjnë të vërtet opozita, çfarë bën? Edhe kjo temë mendoj do kohë gjatë. Do episode të tjera, emisione të tjera, sepse ne kemi shumë për të thënë. Realiteti politik në Shqipëri është për të dëshiruar, domethënë, sepse ne themi vërtet tranzicion ka pas ndryshime, po ajo që them përpara është një vazhdim i sistemi që nga 44 dhe
do një shpjegim të gjerë, domethënë që të paktën një pjesë e njerëzve që na ndjekin, na dëgjojnë të ndërgjegjësohen, të kuptojnë cila është e vërteta rreth kësaj çështjeje. Mos të kenë akoma iluzione që ka PS, ka PD, ka të majt, ka të djathtë. Po të ndjekin domethënë në mënyrë konsekuente gjithë veprimet që ata kanë bërë ndër vite, të paktën që nga 91 e këtej, nuk mendoj që ka ndryshime të mëdha, të paktën në thelb. Forma mund të ketë, po thelbi. Mos i shiko gunën, po shikoj punën. Thot populli në këtë rast mos i shiko fjalët e premtimet, po shikoj punën. Ndiq veprimet. Puna cila është? Puna është që këta kanë bërë të njëjtën gjë, domethënë, të njëjtat parime kanë ndjek në thelb. Ai Të thotë gjithë s'kanë dhënë pronën, të gjithë. Partia e djathtë, thot ai që supozohet japi pronën, nuk e ka dhënë. Se kush e djathta këtyre këtu. Po jo, po këta parti e majtë që supozohet të social, japin pronën këtyre që morën nga reforma në 7591. Pse s'ua kanë dhënë pronën në pronësi? Po prona Pra dhe këta që quhen të majtë njësoj është, dhe këta nuk japin pronën njerëzve të tyre, se supozohet që morën punëtori javë, fshatarësia, njerëzit që s'kishin pasur, morën pronë. Sot e kësaj dite mbas 30 ca vjetësh nuk e kanë certifikuar akoma dhe siç po ndodh në rastin tonë aty në krajinën tonë që po e mohojnë. Luftë me gjyshe, luftë me... Këta të tjerët që e quajnë veten të djathtë nuk kanë kthyer pronën për 30 ca vjet, atë pronën e vjetër. Te rasti i pronës është i dukshëm në mënyrë të pa... pronat e, po themi këta që qofse do ishin të majtë ana sociale të ndihmat që kanë lënë njerëzit sa të varfër, ka sa të pastre, ka sa të sëmur, ka sa domethënë shumë probleme të tjera. Kështu që është vërtet temë e gjerë edhe kjo që do... Një gjë është e vërtet që e majtë e djathtë janë këta, po janë dora e majtë e dora e djathtë të njëjtës kokë, drejtuese. Po. Kjo është shumë e Kështu saktë. që i përshëndesim gjithë popullin shqiptar edhe ta mendojnë pak të çështjet, ta mendojnë të pak ndryshoj. në mënyrë pak më të thelluar. Shpresojmë t'ju ndihmojmë sadopak me këto diskutimet tona, me qasjen drejt të vërtetës drejt realitetit sot për sot në Shqipëri. Qa po ndodh dhe si duhet të reagojmë. Jeni dakord që ta shtojmë për herë tjetër Po. me të dyja temat, se të dyja han diskutim, të dyja duan kohë, Unë propozoj që ta vazhdojmë, po jo patjetër në episodin e 3 të podcastit, mund ta vazhdojmë në një episod të ardhshëm, po të mos e përcaktojmë që do jetë episod i radhës me këto tema. Po, dakord jam. Mund të trajtojmë dhe një temë tjetër, atë do ju a bëjmë me dije në fillim të episodit tjetër të nderuar miq. Atëherë, miq, ne siç e thash, mundohemi me bisedat tona të sillim diçka ndryshe nga podcastet e tjera, diskutim pak më ndryshe, fakte të reja, ndoshta si keni dëgjuar, mirë është i dini, çfarë dim ne, duam ta dini, ta shpërndajmë. Është diçka, sa më shumë bizeton njeriu, sa më shumë pyet, aq më shumë kupton edhe i afrohet një situatë të caktuar ose të vërtetës. Kështu që vazhdoni të pyesni, vazhdoni të mendoni, vazhdoni të dyshoni. Dhe vazhdoni të na ndiqni mbi të gjitha, po dhe Është shumë e rëndësishme. subscribe ju lutem në Na bëni kanalin tonë like, YouTube. subscribe, çdo ndihmës është Truth Laboratori i Podcast pritur. në YouTube, bëni subscribe sepse kemi nevojë dhe mundësisht na lini komentet tuaja atje, por brenda etikës ju lutem. Normal. Deri në episodin tjetër, ju përshëndesim. Ju përshëndesim miq, mirupafshim. Ndiqni të vërtetën për të mësuar të vërtetën. Natën e mirë. Natën e mirë të gjithëve.